Ato nëna të mërzitura, ato baballar të mërzitur, që nuk kanë fëmijë. Nuk janë as nëna as baba. Jeta është me sprova dhe me sfida. Allahu i Madh thot në Kur'anin famëlar se dikujt i jep djem dhe vajza, dikujt i jep vetëm djem, dikujt vetëm vajza e dikujt nuk i jep as pak. Besimtari në asnjë moment nuk duhet ndal, po vetëm se duhet me lutë Zotin. Ata që nuk kanë fëmijë janë disa shkaqe jashtë aspektit medicinal. E para është istighfari. Thot i Madhi Zot, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kërkoni falje se Allah i fal. Pastaj ju zbret bereqet nga qielli. Pastaj ju e pasuri, pastaj ju e amwal wal banin, ju e edhe evlad. Istighfari dhe shpeshtimi i istighfarit, sidomos në muajin e Ramazanit, është shkak që Allahu t'jep evlad. E dyta, lutjet e pandërprer. Nuk duhet besimtari dhe besimtarja në asnjë moment më shumë të mbështetet te mjeku sesa tek Zoti, se Allahu është ai i cili thot në surën Al-Imran huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allahu krijon fëmijën në mitrën e nanës ashtu siç don ai. Dhe kemi shumë dëshmi. Një prej dëshmive është që mjekësia ka vërtetuar 17 vite me radhë, koleg, hoxh, vllai jon i dashur, 17 vite me radhë nuk ka pas fëmijë. Pas 17 viteve me radhë, rezultatet në aspektin medicinal kanë qenë zero. E ka përdorur lutjen dhe istighfarin që nëpërmjet kësajna Allahu Azza wa Jall mas 17 vite i ka dhënë Muhamedit. Por në asnjë moment Zakaria alayhis salam, po. Zakaria alayhis salami e kërkoi Zotin edhe pse ishte në pleqëri, Allahu i dha evlad Yahya alayhis salam. Prandaj ne nuk dalë, po nëse Allahu e ka caktuar që mos me pas, atë ne i bëhemi teslim, i nënshtrohemi kaderit Zotit. Mirë po, nuk do të thotë se nuk duhet të mirën shkaqet, edhe medicinale, edhe sebepet medicinale. Pa i njoru me aspektin medicinal, mirë po edhe një sen. Lidhshmërinë tënde me Zotin mos e bën asnjëherë, mos e ndal asnjëherë. Po vazhdimisht kërko. Ata që janë sprovuar që nuk kanë fëmijë, e lusim Allahun që Allahu t'i gëzon dhe t'jep fëmijë, por mos të ndalen duke e lutur Zotin. E dyta, duke e shtuar istighfarin, dhe e treta duke i marrë sebepet medicinale. Ka edhe shumë shkaqe tjera, po në pikat shkurta këto janë. Allah i shpërblet.